إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Me të vërtet lavdërime dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Allahu I lartësuar nuk I ka krijuar krijesat kot së koti, as nuk I la të pa udhëzuar, por I krijoi për një mision fisnik, për një synim fisnik, për me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Allahu I madhruar I ka begatuar robërit e tina duke u adhuruar kënaqësinë e adhurimit. A ka më kënaqësi se njeriu me agjëru tan muajin e Ramazanit? Pse me agjëru? Pse kështu ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Pse me agjëru? Thot Allahu la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. E na shpresojna që me agjërimin e muajit Ramazanit, përveç se Allahu na I fal gjunat dhe Allahu na I fal mëkatet, na mu bë devotshëm, mu bë njerëzit mirë që e kena frikë Allahun subhanahu wa taala. E rahatia, qetësia, lumturia arrihet në adhurimin kushtuar Allahut subhanahu wa taala. Atëherë kur zemra është e lidhur me Zotin, kur zemra është e lidhur me krijuesin e gjithësisë dhe në vazhdimsi e përmend ata. Si më arrit kënaqësinë e adhurimit, mu kënaq të adhuru Allahun subhanahu wa taala. Mu kënaq kur shkoj që ti në sejdë edhe me thon subhana rabbiyal ala. Me madhru Allahun subhanahu wa taala. Mu kënaq ti kur ti sadaka dhe ti ndihmosh dikujt. Mu kënaq ti kur agjeron një ditë nafile për hir të Allahut. Që ka mbaru Ramazani, s'kan mbaru adhurimet vazhdojnë edhe pas Ramazanit, namazi është obligim edhe pas Ramazanit, agjerim nafile mujna me agjeru edhe pas Ramazanit, sadakaja ekziston edhe pas Ramazanit, nevojtarët, skamnort, jetimat janë edhe pas Ramazanit. Andaj të bëhemi robër të Allahut dhe mos bëhemi robër të Ramazanit, të adhurojmë Allahun në çdo moment, në çdo muaj, në çdo vit. Në çdo situatë kena frikë Allahun subhanahu wa taala. Edhe kena me pa se si kena me arrit deri te lumturia, deri te kënaqësia. Kënaqësia e kësaj bote dhe kënaqësia e botës tjetër. Kena më kënaqur e adhuru krijuesin e gjithësisë. Ekzistojnë disa sebepe, disa shkaqe për me arrit
Kënaqësi në adhurimit, mu kënaqësh të adhuru Allahun. Është përpjekja dhe ushtrimi i nefsit në ibadete në formë graduale, se për më njerëz bëhet kur gjo. Kadal, duke i shtu adhurimet, edhe arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Që ka në hadith kutsi, se robi vazhdon me nafile, i shton nafilet, i shton veprat vullnetare, derisa të arrin kënaqësinë e Allahut, derisa Zoti ta don. Pra veprat vullnetare. S'po folimi për farzët e kanë vlerën shumë të madhe. Ina të fol për nafilet, për veprat vullnetare, sa më shumë të i shtojna, aq më shumë Allahu na don neve. Aq më shumë me fitojnë na kënaqësinë e tina. Me fitimi i kënaqësisë së Allahut është prej synimit kryesor këtë botë. Që Allahu më na desh neve, se Allahu kur të na don, Allahu na fut në xhenet. Allahu kur të na don, na kaplon me faljen e tij, na kaplon me mëshirën e tij të madhe. E thot Thabit ibn Banani, thot jam munduar gjatë namazit 20 vite, e 20 vitet e tjera kam përjetu kënaqësi. Pra njëri do të më bëj përpjekje që më koni koncentru në namaz, me meditu namaz. Sa më shumë që mediton, sa më shumë që ti koncentrem, kënaqësia është më e madhe. Tjetra është shpeshtimi nafileve dhe lloj-llojshmëria e nafileve. Se veprat nafile vullnetare janë të lloj-llojshme. Që i ceka para disa sekondave, agjërim nafile, sadaka, më ndihmu fukarave, më ndihmu atyre të cilët janë në nevojë, më buzësh dikujna. Këto janë vepra vullnetare që na përmes këtyre veprave mujna me fitu xhenetin. Çështë që ka thënë Hasan el-Basriu, se kjo botë, në këtë botë na vojnë në tregti me Zotin për me fitu botën tjetër. Çish vojnë në tregti? Me parë? Jo, me parë s'mundesh me fitu botën tjetër. Po bojnë në tregti me vepra të mira, duke kënaqur Allahun krijuesin e gjithësisë. Tjetra është vetmimi me Allahun. Njeriu duhet të gjejë një kohë të përshtatshme gjatë ditës dhe gjatë natës që të vetmohet me Zotin e tij, duke u distancu prej zhurmës së dunjas, duke u distancu prej zhurmës së kësaj bote. Pra duke e lutë Allahun subhanahu wa taala për nevojat e kësaj dunjaje. Këtë na kena nevoja në këtë dunja. Këtë na kena kërkesa për Allahun subhanahu wa taala, se këtë na mungon diçka. Se kjo botë nuk është e përkryer. Njerëzit nuk janë të përkryer këtë botë, këtë janë me mangësi, këtë janë me nevoja të ndryshme. Drejtoja Allahut nevojat e tua. Drejtoja kërkesat e tua krijuesit të gjithësisë, se Allahu është i gjithfuqishëm. Allahu është pranues i lutjeve, Allahu është shumë i pasur. Pala sa më na dhon Allahu, nuk paksohet pasuria e Allahut, se pasuria e Allahut është shumë e madhe. E kanë pyet një person. E kanë pyetën, a nuk ndihesh ti i vetmuar? Sa është vetmu, duke adhuruar Allahun, duke medituar për Allahun? Edhe ka thonë, a nuk ndihesh ti i vetmuar? Ka thonë, e si ndihet njeriu i vetmuar me Allahun? Si ndihet njeriu i vetmuar duke adhuruar krijuesin e gjithësisë? S'ka vetmim me Allahun. Ti jemi krijuesin e gjithësisë. Na krejtë në mbikëqyrjen e Allahut. Allahu na sheh, Allahu na dëgjon, Allahu i din veprat tona, punët tona. Allahu i din fjalët që i nxjerrim prej goje. Allahu i din edhe mendimet e tona se çka mendojmë na. Allahu është i gjithfuqishëm. Prej sebebeve më të mëdha që s'mujna me arrit kënaqësinë e adhurim, janë mëkatet janë sëmundje e zemrës. Janë pengesë madhe që na më kënaq kur të adhurojnë Allahun. Mëkatet janë problemi madh që ta nxjin fytyrën, ta nxjin jetën, ta prishin lumturinë. S'ka lumturi me mëkate. Thot Yahya ibn Muadhi, trupi sëmurret me uri, e zemra sëmurret me mëkate. Ashtu sikurse trupi kur është i sëmur, nuk e ndin shijen e ushqimit, ashtu edhe zemra nuk e ndin ëmbëlsinë e adhurimit për shkak të mëkateve. Mëkatet janë prej sebepeve kryesore që na nuk kënaqemi namaz, që na nuk kena koncentrim namaz, që na nuk meditojmë rreth Allahut subhanahu wa taala. Elusmi Allahun subhanahu wa taala që më na bë për atyre që e adhurojnë Allahun me kënaqësi, me vullnet të madh, me përkushtim të madh ndaj tij. Elus Allahun e madhruar që Allahu më pranu agjërimin ton që e kemi agjëruar gjatë tërë këtij muaji të Ramazanit. Elus Allahun e madhruar që Allahu më na pranu namazin, agjërimin, istighfarin, leximin e Kuranit dhe çdo vepër të mirë.
nga ky vend dhe nga kjo hutbje, nga kjo hutbe, e shfrytëzoj rastin mja uru fejsën e Bajramit, duke e lutë Allahun subhanahu wa taala që Allahu mja udhon të gjitha të mirat e dunjas dhe të gjitha të mirat e ahiretit. Allahu na falë dhe Allahu na mëshiroft dhe të gjithëve në xhenet na takoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.